Kam derën një prezentues të nikën e Skënderbeut. Është gjenerata 15 e familjes Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Loris Kastrioti, i cili ka ardhur sot në Humazhë për herë të parë. Ka qenë edhe më herët në Kosovë, po nuk kemi marrë një të organizim. Dhe kemi marrë sepse e kemi nisë një iniciativë më herët, Shok Votar Breshe, dhe ka përfunduar lërisin në gjithë shokët e tij, atë iniciativë që atë nga sharin ushtarin e Gjergj Kastriotit, ta kemi të Votar Breshe, ta kemi në Kalabri dhe një nga sheshet e Romës ku jetojnë shumica Breshe. Fëmijët e dashur, historinë e Skënderbeut, nuk do të marrua si as Skënderbeun, as e Dënjasharin. Të dytë bashkë kanë bërë një luftë kundër pushtuesve tanë, që ju sot jeni të lirë, jetoni të lirë, punoni për atë dhënë tonë. Na bëni krenar me vepra dhe punë të mira. Unë krysu për Skënderbeun që ka qenë një trim i madh, edhe që i ka ndihmu Shqipërisë, po edhe Kosovës, dhe i ka ndihmu të gjithë shqiptarëve. Bravo. Kemi shumë hare se jemi me ju, kështu të vigjile dhe se të shini se si na dopo 600 vjetë jemi këtu edhe ditë flasmi gjufin tuaj, një gjufë një qikë më vjetër, një gjufë që nëngë harruam, këtë na e fjasin të mëdhenjtë edhe fjasin ata si ju. Kreaturët të vigjilit në shkollë, flasin gjufin tuaj dhe na bëmi shumë manifestime kulturore se të vemi përpara me këtë identitetin. Edhe na me shoqatën këtë katundim që jason Ungra edhe me Shim Benediktin, se me Tulano, me Paulen që është krijetare, është edhe Samarzano me bashkin. Jemi dhe këto ditë këtu se të bëjmë festin gjithë bashkë për herojnë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që është heroj i gjithëve, gjithë shqiptarëve që janë në botë, edhe nërve Albrecht, se për Skënderbeun që na jemi në Itali, e vemi përpara të kujtomi, të mbami mend se cilja është historia jonë. Jam Paula, vin nga një vend i vogël që është në Kalabri. Jam shumë emocionuar se jam këtu, sepse u shkova këtu një herë 8 vjetë prapa, e më shkrujti zemrën, sepse sa të shoh këto që ke këtu, e sa të mendojnë se ata që shkuan gjithë jeta që tani, edhe tani janë guerra, sa të gjithë tuhet, lufta. Është shumë keq, dhe gjithët nga mësohen se në këtë bëhet shtu, këtë jem gjithë bashkë, si jem na Albrecht, me gjithë ju, Shqipëria e Carë, Dardania, Kosova, gjithë. Këtë duhen mirë, u thomë vetë këtë mesazh. Ne tim nga këtje, fjasim edhe gjuhën e vjetër, thomë se këtë jem gjithë bashkë, vetë këtë fjallë do t'ju thomë sot. Unë nuk flash këtë, unë e kuptoj. So, I speak in English? Okay. And I'm very happy to see many young people here. Jam shumë I lumtur për ju shoh shumë fëmijë të ri këtu, të bukur, and the teachers. Dhe profesoreshat e tyre, because this keeps alive the memory of our history. Sepse të kini juar që një arë një këtu të jurit është edhe historia jonë. There was a period in which people was very bad. Ishte një kohë shumë e vështirë për njerëzit këtu. And many boys and girls of their age have died. Dhe shoh se ka pas shumë të ri dhe të rejat që kanë vdekur në moshën shumë të re.
So we hope that this period won't come back again. Dhe ne nuk e dëshirojmë asnjëherë që ajo periudhë na rikthehet. And this is thanks to many people who works for our identity, for our national identity, and for the respect of each other. Dhe ne duhet të jemi falënderues të gjithë atyre që na sollën lirinë dhe mbrojtën identitetin që ne jetojmë të lirë. But the greatest responsibility of keeping peace, of making greater Kosovo is Ne duhet their end. ne duhet të jetojmë të lumtur në paqe dhe ju jeni ardhmëria jonë që duhet të vazhdoni jetën para. So, Dhe unë më rritet zemra kur shoh fëmijë që vinë për omazhe Albania Sharit, të Gjergj Kastrioti, se janë historia jonë. be proud to be Albanian. Faleminderit shumë dhe jeni krenarë që jeni shqiptarë.